Nisë dhe ka për Ilion Lika, trofeu i takon Tiranës. Shpëtimi i sezonit për Tiranën vjen nga Porta me Ilion Likën që kthehet në erojin e bardhëbluve. Portieri i vet drynin portës së tij në gjuajtjen e 11 metrëshave për të shpëtuar sezonin e Tiranës që me Kupën e Shqipërisë ka kapur trenin e fundit për në Europë. Mbyllet trishtueshëm aventura e Dinamos në Kupë, ndërsa blut e kryeqytetit kanë se për çfarë të mendojnë. Fati i sezonit të tyre varet nga ndeshja e play-outit kundër Bestlidhjes. Duhet shumë pak për të ndezur finale në Nikodovana, ndërsa vëshëllima e parë e kryesorit Jemini shet dy skuadra që nisen me marshin e 5. Malota tentoni pari për Dinamon, një goditje me kokë që nuk rrezikon katërkëndëshin e Likës, ndërkohë që në krahun tjetër Pejić u tregon mbrojtësve kundërshtar se do të kenë goxha punë në këtë sfidë. Minutat kalojnë ndërsa rrezikshmëria e dy formacioneve rritet. Ferraj provon me një goditje dënimi, e bukur tentativa e Mesushorit që shkon mbi traun e portës bardhëblu. Tirana ka përgjigjen gati. Lika lirohet mirë, por e majta e Shkodranit vetëm sa trem dinamovitët dhe nuk ndryshon shifrat. Presioni bardhëblu rritet, ndërkohë që Yka sjell të tjera drithërima në zonën kundërshtare. Mesushori shfrytëzon teknikën e tij për të shmangur mbrojtësit, por gjuajtja vetëm sa qes shtyllën e djathtë pingule. Me mendjen të sulmit, të besuarit e Kërstiçević harrojnë mbrojtjen dhe ndëshkohen në minutën e 19. Almuça i pashqetësuar nxjerr përpara portës Bërkić, që me një gjuajtje të saktë e dërgon topin në rrjet. Goditje e rënd për bardhëblut që gjithsesi nuk dorëzohen. Lila provon me kokë në shtyllën e dytë, por shënjestra e tij është e gabuar. Tirana do të shkonte shumë pranë barazimit në minutën e 31. Dushku arrin një arkim të lartë nga e djatha, por me portierin Hoxha të dorëzuar, ai që shpërton portën e Dinamos është Milovic që largon topin thuajse mbi vijën fatale. Tirana preson, ndërsa Hoxha bën ndërhyrjen e parë vendimtare duke gërshtuar goditjen e prirë të Lilaj. Ofensiva bardhëblu vijon me Pejić. I shërbyer sakt nga Karabeci, kroati provon një kthes të fuqishme që kalon ngjitur me traun e portës blu. Skuadra e Mërgjyshit Vuan nuk dorëzohet dhe në të njëjtën kohë kërkon të shfrytëzojë kundër sulmin për golin e qetësisë. Madje i shkon shumë pranë objektivit, por nuk shfrytëzon si duhet rastet e paraqitura dhe duhet të kënaqet me epërsim minimale për pjesën e parë. Pushimi në dhomat e zhveshjes nuk e zbe sfidën. Skuadrat kthehen në fushë me ritëm të lartë, ndërsa fjala e parë i takon Dinamos. Blut e kryeqytetit kërkojnë golin e qetësisë, në fillim me Martinenën dhe më pas me Vilën. Të rrezikshëm dy futbollistët dinamovit, por nuk arrin të gjejnë katërkëndëshin bardhëblu. Tirana kalon momentin e rrezikshëm dhe reagon bindshëm duke gjetur barazimin në minutën e 52. I shërbyer nga Lila, Pejić me të djathtën e tij qendrore, le të palëvizur Hoxhën që shet topin të prehet në rrjetën e tij. Hapet sërish sfida, skuadrat shtrihen në të gjithë fushën, por rreziku ka emrin e Tiranës, më saktë atë të Balës. Sulmuesi Shkodran teston në dy raste Hoxhën, nëse në fillim portieri e ka të lehtë ndaloi goditjen e prirët nga e majta. Në tentativën e dytë, numri 1 i dinamovitëve bëhet shpëtimtar i vërtet i portës së tij nga goli i dytë. Dinamosi duhet kohë të reagojë, por përgjigjet në të njëjtën monedhë në minutën e 81. Bërkić hyn mirë në të majtë zonës, por goditja e tij devijohet nga Lika që largon rrezikun nga Porta, duke lënë në fuqi barazimin 1-1 për 90 minutat e rregullta të finales. Gjithçka i mbetet shtesës, ku skuadrat mendojnë më shumë për mbrojtjen, ndërsa momenti i parë për të veçuar në shtesën e parë është kartoni i kuq i marrë nga Osmani. Megjithse me forca më të pakta në fushë, bardhëblut nuk dorëzohen. Bala i vjedh kohën mbrojtësve për të gjuajtur me kokë brenda zonës, por e dërgon topin lart mbi trah. Në krahun tjetër është Martinena që provon me një goditje nga distanca. Zgjatet Lika që shoqëron topin jashtë portës së tij. Kërkon të bëjë të njëjtën gjë dhe Hoxha, por portieri dinamovit nuk i bën llogarit si duhet në gjuajtjen pa pretendime të Sinës që devijohet nga traversa. Kalon dhe ky moment, ndërkohë që ndeshja shkon e sigurt drejt goditjes së penaltive, kjo dhe për faktin se forcat në fushë ekuilibrohen pas daljes me karton të kuq të Peqinit në fundin e shtesës së dytë, dhe kështu ndodh, ndërsa në goditjet e penaltive, eroi është Ilion Lika, i cili do të ndalte goditjet e Ferraj, Milovic dhe Opokut, për t'i dhuruar Tiranës Kupën e Shqipërisë dhe Evropën.